punojnë të administratës publike për të votuar mazhorancën aktuale. Por patjetër që kjo është bërë dhe në vitin 2005, kur ka pasur një rotacion pra nga Partia Socialiste drejt Partisë Demokratike, është bërë dhe në vitin 2013, kur ka ndodhur inverse, pra ka pasur një rotacion të pushtetit nga Partia Demokratike drejt Partisë Socialiste. Prandaj them që Partia Socialiste i ka fituar zgjedhjet, por dhe Partia Demokratike i ka humbur zgjedhjet në raport me mungesën e sjelljes së një fryme, le ta themi. Unë besoj fort që nëse se opozita, kushdo qoftë ajo, përcjell një frymë, nuk ka makineri shtetërore, nuk ka blerje, intimidim, apo gjithë të tjerat që të pengojnë frymën dhe të sjellin rotacionin. Prandaj them që patjetër që ka pasur parregullsi, por parregullsitë besoj që nuk janë ngritur në nivelin e cënueshmërisë së zgjedhjeve. Dhe kushdo që ka prova, patjetër që është i detyruar sipas ligjit procedural që të bëjë kallëzim dhe këto prova të vendosë në dispozicion organit të Pra nëse ka një frymë, nëse Partia Demokratike do të ishte një alternativë, asnjë administrat, asnjë intimidim, asnjë shantazhim nuk do ta pengonte ato për të fituar këto zgjedhje. Besoj që po, unë nuk jam shumë i vjetër në moshë, por jam edhe mjaftueshmërisht për të mbajtur mend që në vitin 97 ka pasur një lloj ngritje, madje edhe deri në vrasje, le ta themi, të disa antarëve të opozitës, por kjo nuk e pengoi kalimin e pushtetit nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Unë nuk besoj që zoti Nano në vitin 2005 organizoi zgjedhjet më të mira të mundshme për të thënë që zoti Nano humbi pushtetin, pra ishte një lloj fryme. Unë nuk besoj që në vitin 2013 zoti Berisha dhe stabilishmenti i kohës organizoi zgjedhjet më të mira, nuk u përdor administrata shtetërore, nuk u përdorën paratë, nuk u përdorën fondet publike, megjithatë arriti që të kishte një rotacion. Pra them që të gjitha këto lloj mekanizmash janë përdorur që nga viti 1994, le të themi, se zgjedhjet e para dhe të vetme të lira kanë qenë ato të vitit 1992 dhe më pas nuk ka pasur që nga viti 94. Dhe deri më sot nuk ka pasur zgjedhje të ndershme dhe të lira me standardin e një demokracie funksionale të vendeve të Bashkimit Evropian apo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera. Po, avokat Hoxha, meqense ne nisëm pak një bisedë përtej juridike dhe asaj politike, kisha edhe një pyetje, se tani nuk ndahen njëra nga tjetra, kështu si është bërë le kam fjalën në realitetin politik në Shqipëri, gjithmonë drejtësia qëndron aty siç e kanë. Një qeveri e cila është 12 vite në pushtet, sa e mundur është që pas 12 vitesh të arrit të marrë 84 mandate, se jam e sigurt aktualisht se ka ndryshuar gjithmonë në varësi dhe të votave të Greqisë. Pra, pas 12 vitesh në pushtet, një qeveri e cila ndoshta logjikisht duhet kishte ndoshta 70, 71, 72, e te i kalon shumë të tepër këtë shifër dhe arrin në mbi 80. Ka diçka që nuk tingëllon logjik shumë këtu? Janë dy gjëra në këndvështrimin tim që nuk shkojnë. E para është sistemi, mënyra se si e kanë ndërtuar dy partitë e mëdha me sistemin proporcional rajonal, vota është e shformuar, është e deformuar dhe nuk është e barabartë. Pra një qytetar nuk voton njësoj, pavarësisht se kanë të njëjtën votë, duhen 20.000 vota për të nxjerrë një deputet në Tiranë, dhe duhen 6 apo 7.000 vota për të nxjerrë një deputet në një qark më të vogël. Pra këtu është proporcionuar dhe deformuar. Në qoftë se do të shikojmë të dyja partitë ose Lëvizja Bashkë me koalicionin Shqipëria bëhet, kanë në total rreth diku te 155.000 vota, nëse jam i gabuar, 145 deri 155.000. E përkthyer në mandate, kjo duhet ishte nga 14 deri 17 mandate, nëse ata do të ishin bashkë. Duke qenë se kanë dalë vetë në nivel kombëtar flas gjithmonë, duhet kishin nga 14 deri në 17 mandate. Duke qenë se kanë dalë vetëm, kanë vetëm 4 mandate, pra një do t'i qori, 2 do t'i shejaj dhe një do t'i Nisma Shqipëria bëhet. Llapaj me Shaban. Nisma Shqipëria bëhet. Pra diçka e tillë. Pra problemi i parë është që për shkak të sistemit proporcional dhe rajonal, vota është deformuar dhe sjell ky rezultat. Dhe së dyti, besoj që kjo ka sjell akoma më tepër dëmen tek opozita shqiptare është mungesa e alternativës së zotit Berisha.
njerëz të cilët kanë qenë në të anatemuar në sistemin e drejtësisë, ju prezantuan shqiptarëve si alternativa ndryshe që të luftojë prokurorinë e posaçme dhe gjithë anatemimin që i ka bërë zoti Berisha prokurorisë e posaçme. Të gjitha këto e kanë bërë në një mungesë ulje besimi ndaj